Së treti, flisni më pyetët për si mund të përdorim sot inteligjencën artificiale. Në fakt, ne jemi duke ndërtuar sistemin e menaxhimit të çështjeve dhe në dy kërkesa që kemi drejtuar së fundmi Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me projektet në fushën e drejtësisë, të cilat mund të mbështeten financiarisht, qoftë përmes buxhetit të shtetit, por edhe nga fondet e partnerëve tanë, ka qenë spari digitalizimi i arkivave që kemi, që në fakt do të ndihmonte edhe ndoshta procesin e vlerësimit, në qoftë se do të vazhdonim të tentonim të mbanim në këmbë këtë sistem që u mendoj që tashmë nuk është më efikas, dhe së dyti kemi kërkuar integrimin e inteligjencës artificiale në raport me sistemin e menaxhimit të çështjeve. Çështjet që lidhen me inteligjencën artificiale në fakt janë shumë komplekse, ende ka një paqartësi të madhe se si ato mund të përdoren, ne na mungon përvoja. Kjo kërkon bashkëpunim me partner ndërkombëtar. Fakti që ne kemi kërkuar tashmë që kjo të jetë në projektet e së ardhmes për prokurorinë, besoj që është hap i duhur dhe besoj do të merret konsiderat nga Ministria e Drejtësisë bashkë me kërkesën për digitalizimin e arkiveve, të cilat në fakt ndërlidhen bashkë sepse informacioni që do të përfitojë inteligjencë artificiale patjetër nga digitalizimi do të jetë në shërbim të sistemit dhe kjo patjetër do të ndihmojë edhe sistemin e vlerësimit si dhe shumë procese të tjera të punës në prokurori.